në çdo gjë që diktoj gjatë këtyre 3 javëve. Gjë më absurde në botë nuk mund të kishte. Të pretendohet se pezullimi i Ballukut shkel kushtetutën apo paralizon qeverinë. Problemi është se pezullimi i Ballukut çelte derën e portën e ferrit për Edi Ramën, sa i ka vjedhë më shumë se Balluku në atë aferë. E sa ai në të gjitha dosjet është shumë më rëndë se sa Balluku. Kështu që shpresa se do luftohet korrupsioni nga drejtësia e re, kjo është e para ministre që në detyrë që akuzohet për korrupsion. Urdhon, asnjë s'ka qenë detyrë nga ata tjerë. Ai është marrë me ish. Asnjë s'ka qenë, kjo po. Dhe urdhroni se çfarë bëri para shqiptarëve, kjo është i poshtrim për çdo shqiptar. Kjo u thot shqiptarëve që ne të vjedhim, unë vjedh, ministrat e mi vjedhin, po ata nuk mund të gjykohen. Ata nuk mund të gjykohen. Për shkak të tij, 2 ditë më parë u zhvillua ofensiva diplomatike më e madhe që kam parë ndonjëherë për të siguruar zgjedhjen e kryetarit të prokurorisë speciale. Çka të bën me të drejtë të mendosh se Edi Rama duket se kishte bërë gjithçka të zgjidhte njeriu që ai ka bërë marrëveshje për mbylljen e dosjes tij. Sepse e vërteta është që Dumani mbylli disa dosje të Edi Ramës. Kjo është e pamohueshme. Dumani mbylli dosjen e Edi Ramës duke akuzuar Arben Ahmetajn për djegësin e Tiranës, të cilin ai kishte kundërshtuar 4 herë. Megjithse e kishte firmosur Edi Rama.